Gjykata e lartë ka prishur vendimin e datës 12 korrik 2023 të gjykatës së apelit në Tiranë, e cila kishte dënuar me burgim të përjetshëm Mexhit Picarin për vrasjen e dhëndrit të tij Kudret Saliaj. Sipas vendimit, çështja do të rigjykohet në gjykatën e apelit në të njëjtën trup gjyqësore. Ky zhvillim vjen pas rekursit të paraqitur nga avokati Adriatik Cama, i cili mbeti i plagosur gjatë ngjarjes së ndodhur pranë gjykatës civile në Tiranë. Në rekursin e tij, Cama ka kërkuar që në proces të rishqyrtohet edhe përgjegjësia penale dhurata Saliajt, vajzës së Mexhit Picarit dhe ish bashkëshortes së viktimës, duke pretenduar për fshirjen e saj si bashkëpunëtore në vrasje. Më herët gjykata e apelit kishte lënë në fuqi me burgim të përjetshëm për Mexhit Picarin, ndërsa dhurata Saliaj ishte dënuar me 4 vite e 6 muaj burg për veprën penale të krijimit të kushteve për kryerjen e vrasjes, duke rrëzuar akuzën për bashkëpunim në vrasje. Ngjarja e rëndë ndodhi në 4 qershor 2021 në një lokal pranë gjykatës civile të Tiranës, pak minuta përpara një seance gjyqësore që lidhej me procesin e divorcit dhe kujdesarinë e 3 fëmijëve të çiftit. Sipas dosjes hetimore, Mexhit Picari qelloi për vdekje Kudret Saliajin, ndërsa gjatë shtunave mbeti i plagosur edhe avokati Adriatik Cama, i cili ndodhi në të njëjtën tavolinë me viktimën.